Projekti i tij ka ringjallur shqetësime të shumta tek qytetarët e Durrësit, duke u ngritur kështu në një protestë këtë të mërkurë. Asa shpreh se duam transparencë mbi projektin, duke kundërshtuar ndërhyrjet e mundshme dhe duke pohuar se nuk ka patur verifikim të plotë të punës që në fazat fillestare të tij. Gjithashtu sot ata zhvilluan edhe një takim me drejtoreshën ligjore Anila Roshi, e cila i informoi ata me hapat që do të ndërmarrin institucionet më tej. Aktualisht, banorët shprehen se përshikojnë të gjitha objektet për të vijuar me procedurat e shpronësimit. Përfaqësuesja e tyre, arkitektja Entela Koja, tha se aty ku nuk ka nevojë për shpronësim nuk do të prishet gjë dhe se jemi të informuar nga bashkia për të vijuar me procedurat e shpronësimit derisa të dalë VKM-ja. Kryesorja është që Ministria e Kulturës të sjellë grupe pune për të evidentuar më tej me procedurat. Rreth 20 familje pranë zonës së amfiteatrit kanë ngritur zërat e tyre në lidhje me këtë problematikë.